që vini në episodin e sotëm, ku do të flasim për një nga momentet më të rëndësishme në historinë moderne të Kosovës, shpalljen e pavarësisë në 17 shkurt 2008. Kjo datë shënon realizimin e një aspirate të kahershme për liri dhe vendosje dhe shtetësi. Nga sfidat historike, periudhat e vështira dhe sakrificat e shumta, deri te momenti kur në Prishtinë u shpall zyrtarisht shteti i pavarur i Kosovës. Rrugtimi nuk ka qenë lehtë. Dëgjojmë disa mesazhe urimi. Qofsh për jetën e tjerë të bekuar. 17 shkurti, dita e krenarisë dhe e lirisë, gëzuar pavarësinë. Flamuri ynë, valor ndjesh, urime dita e pavarësisë. Liria ka emër, Kosova, urime pavarësinë. Zemra e refugjizit për Kosovën, urime për festën. Për çdo sakrifisë bërë, sot festojmë 17 shkurtin, urime ditën e ëndër së realizuar. Kjo datë nuk është vetëm një përvjetor, është simbol i sakrificës, unitetit dhe shpresës për një të ardhmen më të mirë. Pavarësia është përgjegjësi, po aq sa është krenari. Ajo na kujton se liria duhet ruajtur, forcuar dhe zhvilluar çdo ditë. Faleminderit që ishit me ne në këtë episod. Nëse ju pëlqeu kjo bisedë, ndajini me miqtë tuaj dhe na ndiqni për më shumë tema që prekin historinë, kulturën dhe identitetin tonë. Deri në episodin e radhës, ju përshëndesim me urimin, qoftë për jetë e lirë dhe begat Kosova.